Në një zyrë luksoze në zemër të Hollywoodit, mbi një tavolinë prej mermerit të bardhë, ndodhej një çek, $3 milion. Një shumë që mund të blinte pallate, makina, pushime në ishuj privat. Producentët amerikanë ishin të sigurt se çdo njeri kishte një çmim, por Bekim Fehmiu, aktori që kishte sjell krenarin shqiptare në ekranet botërore, mori atë cop letre, e shikoi me përbuzje dhe pastaj bëri diçka që askush nuk e kishte parë kurrë në ato doma pushteti. E grisi atë përpara syve të tyre. Nuk e shes shpirtin tim, tha ai me një zë që dridhte muret. Ata menduan se ishte çmendur, por ai dinte diçka që ata nuk do ta kuptonin kurrë, se ka gjëra që nuk blihen me para. Çe ishte ajo takim? Çfarë kërkuan amerikanët në këmbim të atyre milionave? Dhe pse një njeri që kishte dal nga varfëria e Sarajeves, që kishte njohur urinë dhe ftohtësinë, hodhi poshtë pasurinë që shumica njerëzish mund të vrasin për të? Sot, për herë të parë, do të zbulojmë çfarë fshihej pas atij refuzimi që të rënditi Hollywoodin, veç e zhderoi Bekim Fehmiun në legjend. Ishte fundi i viteve 60. Bekim Fehmiu nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte një fenomen. I lindur në Sarajev në vitin 1943, në një familje shqiptare që mbante me krenari traditën e besës, ai kishte rritur në një botë ku fjalla e dhënë ishte më e shenjtë se çdo kontratë e shkruar. Babai i tij, një tregtar i thjesht, ja kishte mësuar një gjë që do ta përcillte gjatë gjithë jetës. Njeriu pa ëndër është si pemë pa rrënjë. Mund të duket e gjallë, por është tashmë e vdekur. Këto fjalë do të bëheshin themeli i çdo vendimi që Bekim do të merrte më vonë, edhe kur bota do të përpiqej ta tyjente. Në vitet 50, Jugoslavia ishte një vend i mbyllur, por me ambicie kulturore. Bekim studioi në Akademinë e Arteve Dramatike në Beograd, ku talenti i tij shpërtheu si një zjarr që nuk mund të shuhej. Profesorët e tij ishin të habitur. Ai nuk vepronte thjesht, ai jetonte çdo rol. Kur luante një burr të thyer, sytë e tij mbaheshin me një dhimbje kaq të vërtetë sa publiku harronte se ishte në teatr. Kur luante një hero, gjoksi i tij fryhej me një krenari që dukej se vinte nga sheku i tradite. Por pas skenës, Bekim ishte i ndryshëm, i qetë, i tërhequr, pothuajse i friksuar nga vëmendja që po merrte. Ai nuk kërkonte famë, ai kërkonte të tregonte botës se shqiptarët nuk ishin ajo që propagandat e ndryshme thonin, se ata ishin njerëz me dinjitet, me kulturë, me shpirt. Në vitin 1965, Bekim u zgjodh për rolin kryesor në filmin Jutro, Mëngjesi, një dramë jugoslave që tregonte vuajtjet e luftës. Performanca e tij ishte kaq e fuqishme sa filmi u shfaq në festivale ndërkombëtare. Kritikët perëndimor mbetën pa fjalë. Kush ishte ky burr me sy të zjarrt dhe prezencë magnetike? Revista franceze, Cahiers du Cinéma, e kajti një forcë nature që nuk ishte parë që nga Marlon Brando. Por Bekim nuk leçonte kritikat. Ai ishte i fokusuar në punën e tij, në familjen e tij, në rrënjët e tij. Në vitin 1967, jeta e Bekimit ndryshoi përgjithmonë. Ai u ftua të luante në filmin italian Odisea e Homerit, një superprodhim me buxhet maramendës që do të transmetohej në të gjithë botën. Roli, Odiseu, heroi grek, udhëtari i përjetshëm, burri që luftoi kundër perëndive dhe fatit. Ishte një rol që çdo aktor në botë do të vriste për të pasur, por për Bekim ishte më shumë se një rol. Ishte një mundësi të tregonte se një shqiptar mund të qëndronte krah për krah me yjet më të mëdhenj të botës. Gjirimet ishin të vështira. Bekim punonte 16 orë në ditë në ndjellin përvellues të Mesdheut me kostume të rënda dhe skena të rrezikshme. Por ai nuk u ankua kurrë. Kolegat e tij italian ishin të mahnitur nga profesionalizmi i tij, nga përkushtimi i tij. Regjisori Franco Rossi tha më vonë, Bekim nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte Odiseu. Kur ai fliste, ti ndjeje peshën e shekujve. Kur filmi u transmetua në vitin 1968, ai u pa nga më shumë se 500 milion njerëz në të gjithë botën. Bekim Fehmiu u bë një ill ndërkombëtar. Por me famen erdhi edhe diçka tjetër, diçka që ai nuk e kishte pritur, veç që do ta ndiqte si një hije e errët. Hollywoodi e pa Odiseën, dhe Hollywoodi donte Bekim Fehmiun. Agjentët filluan ta kontaktonin, producentët i dërgonin telegrafe, studioja më të mëdha të Amerikës i ofruan role në filma që do të bënin karrierën e çdo aktori. Por Bekim ishte i kujdesshëm. Ai kishte dëgjuar histori për aktorë që kishin shkuar në Hollywood dhe kishin humbur veten, që kishin shitur shpirtin për para dhe famë dhe që kishin përfunduar të thyer, të vetmuar, të harruar. Ai nuk donte të ishte një nga ata, por pastaj erdhi oferta që dukej e pamundur për të refuzuar. Një rol kryesor në një film i madh, me një regjisor të famshëm, me një buxhet që arrinte $10 milion, dhe një çek për $3 milion,
një shumë që në atë kohë ishte astronomike. Për një krahasim, një shtëpi e bukur në Los Angeles kushtonte rreth $20,000. $3 milion do të thotë se Beckham mund të blinte 150 shtëpi. Mund të siguronte të ardhmen e fëmijëve të tij, të nipërve të tij, të brezave që do të vinin. Mund të jetonte si një mbret. Por kishte një kusht të vogël, tan producentët duke buzëqeshur. Beckham duhej të ndryshonte identitetin e tij. Duhej të hiqte dorë nga emri i tij shqiptar, nga origjina e tij, nga gjithçka që e bënte atë Beckham fehmiu. Ata donin ta ringjyrosnin si një aktor, por pa lidhje të qarta me Ballkanin, pa lidhje me Shqipërinë, thanë ata. Ata i dhanë një listë emrash, emra që tingëllonin si hijet e Hollywoodit, emra që nuk kishin shpirt, që nuk kishin histori, që nuk kishin rrënjë. Beckham i shikoi ata në heshtje. Në atë moment, ai kujtoi fjalët e babait të tij, kujtoi fshatrat e Kosovës, ku gjishërit e tij kishin jetuar dhe kishin vdekur me krenarinë e emrit të tyre. Kujtoi besën, kodin e enderit që kishte udhëhequr popullinë e tij për shekuj, dhe kuptoi se ata nuk po i kërkonin thjesht të ndryshonte emrin, po i kërkonin të tradhtonte gjithçka që ai ishte. Ai mori çekun, e shikoi për një moment të gjatë, $3 milion, një jetë luksi, një karrierë garantuar, dhe pastaj me një lëvizje të qetë por të vendosur, e grisi atë në copa të vogla. Copat ranë mbi tavolinën e mermerit si dëbore bardhë, doma u mbush me heshtje. Producentët e shikuan me gojë hapur, të paaftë të besonin atë që po shihnin. Quote 16, tha Beckham. Quote 12. Ajo ngrit dhe doli nga zyra. Pasti, producentët mbetën të shokuar. Disa ishin të zemruar, disa ishin të hutuar, por të gjithë e dinin se kishin parë diçka të rrallë. Kishin parë një njeri që vlerësonte nderin më shumë se arin. Dhe në një botë ku gjithçka kishte një çmim, kjo ishte revolucionare. Por çfarë ndodhi pas asaj dite? A e pendu Beckham vendimin e tij? A e ndoqi Hollywoodi për hakmarrje? Dhe çfarë çmimi paguajti ai për të mbrojtur identitetin e tij? Lajmi për refuzimin e Beckhamit përhapet si zjarr në Hollywood. Në fillim askush nuk e besoi. Një aktor që refuzon $3 milion ishte e pamendueshme. Por kur u konfirmua, reagjimet ishin të ndara. Disa e quajtën budalla, thanë ata. Të tjerë megjithatë e respektuan. Aktor të vjetër që kishin parë se si sistemi i Hollywoodit thëriste njerëzit, e kuptuan se Beckham kishte bërë diçka që ata nuk kishin pasur guximin ta bënin. Kishte zgjedhur lirinë mbi skllavrinë e artë. Por Beckham nuk ishte naiv. Ai e dinte se ky vendim do të kishte pasoja, dhe pasojat erdhën shpejt. Brenda javësh, ofertat nga Hollywoodi u tharën. Agjentët që më parë mbushnin me telefonata, tani nuk përgjigjeshin. Revista që më parë kfanin kuote 11, tani shkruanin artikuj që e portretizonin si kuote 16 dhe kuote 17. Ishte një fushat e heshtur por efektive. Hollywoodi nuk fal ata që e refuzojnë. Por Beckham nuk ishte vetëm. Në Jugosllavi ai u prit si hero. Njerëzit e thjesht, veçanërisht shqiptarët, e shihnin si një simbol të krenarisë kombëtare. Kuote 18, thonin ata, kuote 19. Beckham vazhdoi të punonte në Evropë, duke luajtur në filma italian, francez, gjerman. Ai nuk u bë kurrë aq i pasur sa mund të ishte në Hollywood, por ai mbeti lirë, mbeti veten. Por kishte një çmim personal që pak njerëz e dinin. Beckham filloi të vuante nga depresioni, jo për shkak të parave që kishte humbur, por për shkak të presionit konstant, të luftës së pafund për të mbrojtur identitetin e tij në një industri që donte ta zhderonte në një produkt. Ai filloi të pinte më shumë. Jo shumë, por mjaftueshën sa familja e tij të shqetësohej. Gruaja e tij Branka, një grua e fortë dhe mbështetëse, përpiqej ta mbante të fokusuar. Kuote 40 thoshte ajo, kuote 21. Por në netet e gjata, kur Beckham qëndronte i zgjuar duke shikuar tavanin, ai pyeste veten: a ja vlen? A ja vlen të luftosh kundër gjithë botës për një parim? Në vitin 1970, Beckham mori një rol që do të provonte se vendimi i tij kishte qenë i drejtë. Ai u zgjot për të luajtur në filmin Edukimi Special, një dramë jugoslave që trajtonte tema të vështira sociale. Performanca e tij ishte e jashtëzakonshme. Kritikët e krahasuan me punën e De Niros dhe Pacinos. Filmi fitoi çmime në festivale ndërkombëtare dhe Beckham provoi se nuk kishte nevojë për Hollywood për të qenë i madh. Ai mund të ishte i madh në kushtet e tij, por industria e filmit është mizore. Edhe në Evropë kishte njerëz që donin ta shfrytëzonin, producentë që përpiqeshin ta bindin të luante në filma të cilësisë së ulët, duke i premtuar para të shpejta. Regjizor që donin ta përdornin emrin e tij për të tërhequr investitor, por që nuk kishin vizion artistik. Beckham refuzoi shumicën e këtyre ofertave. Ai ishte selektiv, deri në pikën e të qenit i vështirë.
Disa thonin se ishte shumë krenar, por ata që e njihnin mirë e dinin se ai thjesht kishte standarde. Ai nuk donte të ishte pjesë e diçkaje që nuk besonte, dhe pastaj në fillim të viteve 80 Diçka ndryshoi. Jugoslavia filloi të shpërbëhej. tensionet etnike që kishin qenë të fshehura për dekada filluan të shpërthejnë. Bekim, si shqiptar që jetonte në Beograd, ndihe gjithnjë më i izoluar. Ai dëgjonte komente raciste në rrugë. Shihte se si kolegët e tij serb filluan ta trajtonin ndryshe. Nuk ishte diçka e hapur, por ishte aty, një distancë e ftohtë, një mosbesim i heshtur. Në vitin 1988, Bekim mori një vendim të vështirë. Ai vendosi të largohej nga Jugoslavia, jo për shkak të karrierës, por për shkak të sigurisë së familjes së tij. Ai u zhvendos në Beograd, por edhe aty nuk ndjehej i sigurt. Luftrat e Jugosllavisë ishin duke filluar, dhe Bekim e dinte se si shqiptar ai mund të bëhej një shënjestër. Ai filloi të fliste më pak në publik, filloi të tërhiqej nga jeta shoqërore. Njerëzit që e njihnin thanë se ai po ndryshonte, se diçka po e hante nga brenda. Por edhe në ato kohë të errta, Bekim nuk e humbi dinjitetin e tij. ai vazhdoi të punonte, duke luajtur në teatr, duke mësuar aktor të rinj. Ai u bë një mentor për një gjenerat të re artistësh, duke u mësuar atyre jo vetëm se si të veprojnë, por se si të jetojnë me integritet, u thoshte ai. Por a ishte kjo e mjaftueshme? A mund të jetonte Bekim me paqe, duke ditur se kishte mbrojtur nderin e tij, por duke parë botën rreth tij të shkatërrohej? Ve çfarë sekretit e errët po e ngrinte në heshtje, një sekret që askush nuk e dinte, por që do të dilte në dritë vetëm pas vdekjes së tij. Në vitin 1990, luftërat e Jugosllavisë shpërtien me forcë të plotë. Bekim, që kishte kaluar dekada duke ndërtuar ura midis kulturave, tani shihte ato ura të dishin. Miqtë e tij serb, kroat, bosnjak, shqiptar ishin tani armiq. Njerëz që kishin ndarë skenën, që kishin pirë së bashku, që kishin qeshur së bashku, tani nuk flisnin më me njëri tjetrin. Dhe Bekim, në mes të gjithë kësaj, ndihej si një njeri pa vend. Ai filloi të merrte thirrje të çuditshme. Thirrje në mes të natës, ku zëra të panjohur i thoshin se duhej të largohej, se nuk ishte i sigurt. Disa thanë se ishin miq që përpiqeshin ta mbronin. Të tjerë thanë se ishin kërcënime. Bekim nuk e dinte më kujt t'i besonte. Ai filloi të mbante një revole në banesë, jo sepse donte të përdorte, por sepse donte të ndihej sigurt. Branka, gruaja e tij, ishte e tmerruar. Duhet të largohemi, i thoshte ajo. Kjo nuk është më vendi ynë. Por Bekim ishte kokë fort. Ku të shkojmë, pyeste ai. Kjo është shtëpia jon, nuk mund të na dëbojnë. Por e vërteta ishte se Bekim tashmë po dëboi, jo fizikisht, por psikologjikisht. Ai nuk mund të punonte më. Filmat nuk xhiroheshin, teatrot mbylleshin. Dhe edhe kur kishte oferta, ato ishin për role që ai i konsideronte poshtëruese. Role që e portretizonin si një stereotip, si një tjetër, si një armik. Ai refuzoi të gjitha. Nuk do të luaj një terrorist, tha ai një herë duke refuzuar një rol në një film serb. Nuk do të ushqej urrejtjen. Në vitin 1995, Bekim mori një vendim që shumë nuk e kuptuan. Ai vendosi të kthehet në Sarajevo, qytetin e tij të lindjes që ishte në rrethim. Sarajeva po bombardohej çdo ditë, njerëzit po vrisnin nga snajperët, ushqimi dhe uji ishin të rrallë, por Bekim donte të ishte aty, donte të ishte me njerëzit e tij. Nëse ata vuajnë, unë do të vuaj me ta, tha ai. Ai kaloi disa muaj në Sarajevo duke jetuar në një bodrum, duke ndarë racionet e vogla të ushqimit me fqinjat. Ai nuk luajti në asnjë film gjatë asaj kohe, nuk dha intervista, thjesht jetoi, si çdo qytetar tjetër i Sarajevës, duke përballuar të njëjtën frikë, të njëjtën uri, të njëjtën dëshpërim. Kur më në fund u largua, ai ishte një njeri i ndryshuar. Pesha e tij kishte rënë, sytë e tij kishin humbur shkëlqimin, por dinjiteti i tij ishte ende aty. Pas luftës, Bekim u përpoq të rindërtonte jetën e tij, por bota kishte ndryshuar. Industria e filmit në ish Jugosllavi ishte shkatërruar. Nuk kishte para për filma, nuk kishte audiencë. Njerëzit ishin shumë të traumatizuar për të menduar për art. Bekim u përpoq të punonte në Evropën perëndimore, por ai ishte tani një relikt i një bote të vdekur. Producentët e shihnin si një kujtim të një kohe që donin ta harronin. Ai filloi të shkruante, jo për publikim, por për veten. Ditar, kujtime, reflektime. Ai shkruante për karrierën e tij, për vendimet që kishte marrë, për çmimin që kishte paguar. Dhe ai shkruante për atë ditë në Hollywood kur kishte grisur çekun. Nuk e pendoj, shkruante ai. Edhe sikur të kisha mundësinë të kthehesha në kohë, do të bëja të njëjtën gjë, sepse disa gjëra janë më të rëndësishme se parat, disa gjëra janë më të rëndësishme se fama. Dhe një nga ato gjëra është shpirti yt.
Por kishte diçka tjetër në ato ditar, diçka që ai nuk e kishte thënë kur publikisht. Një sekret që e kishte mbajtur për dekada. Një sekret që shpjegonte pse ai kishte qenë aq i vendosur të mos e shiste veten. Dhe ky sekret do të zbulohej vetëm pas vdekjes së tij, kur familja e tij do të hapte ato ditar dhe do të lexonte fjalët që ai kishte lënë pas. Por çfarë ishte ai sekret? Çfarë kishte bërë Bekim Fehmiun kaq të fortë, kaq të papërkullshëm? Dhe si përfundoi jeta e një njeriu që kishte refuzuar të komprometonte, që kishte zgjedhur nderin mbi gjithçka tjetër? Në një zarf të verdhur nga koha, të fshehur në sirtarinë e fundit të një dollapi të vjetër në shtëpinë e Bekimit në Beograd, ndodhe një letër që askush nuk e kishte lexuar kurrë. Letra ishte shkruar me doshkrim të shquar, me bojë të zezë që kishte zbeht pak, por fjalët ishin ende të qarta. Ishte shkruar në vitin 1968, pak kohë pas suksesit të Odises, dhe ishte drejtuar babait të tij që kishte vdekur 2 vjet më parë. Baba, fillonte letra. Sot më ofrua një shumë parash që ti nuk do ta kishe imagjinuar dot as në ëndrat më të çmendura. Por unë kujtova atë që më the kur isha fëmijë. Kujtova historinë e gjyshit ton që preferoi të vdiste në varfëri se sa të tradhtonte fjalën e dhënë. Kujtova besën dhe kuptova se ti nuk më rriste të jem i pasur, më rriste të jem njeri. Kjo letër, e zbuluar vetëm pas vdekjes së Bekimit, shpjegonte gjithçka. Ai nuk ishte refuzuar Hollywoodin vetëm për krenari. E kishte refuzuar sepse kishte një premtim të brendshëm, një kod që ja kishte trashëguar nga gjeneratat e mëparshme. Një kod që thoshte se shpirti i njeriut nuk është mall për të shitur. Por çfarë ndodhi me atë letër? Kush e gjeti? Ve çfarë sekreti tjetër fshihte ajo që do të ndryshonte mënyrën se si bota e shihte Bekim Fehmiun? Pas refuzimit të tij të famshëm, Bekim u kthye në Evropë, por jo si një njeri i thyër. Ai u kthye si një njeri i çliruar. Për herë të parë në vite, ai nuk ndihej se po luante një rol edhe jashtë kamerës. Nuk duhej të buzëqeshte për producent që nuk i pëlqente, nuk duhej të fshihte origjinën e tij për të qenë i pranueshëm. Ai ishte Bekim Fehmiu, shqiptar nga Sarajeva, dhe bota mund ta pranonte ose jo. Por kishte një çmim për këtë liri. Çmimi ishte vetmia. Sepse në një industri ku të gjithë luanin lojën e kompromisit, Bekim ishte një anomali. Ai ishte njeriu që kishte thënë jo, dhe kjo e bënte të frikshëm për ata që kishin thënë po. Në vitin 1971, Bekim po xhironte një film në Rom. Ishte një ditë e nxehtë gushti Dhe ekipi po pushonte për drek. Bekim ishte ullur vetëm në një tavolinë duke lecuar një skenar kur ju afroa një grua e re. Ajo ishte e bukur, me flokë të gjatë të zi dhe sy që dukeshin se kishin parë shumë për moshën e saj. Kod 38, tha ajo në italisht. Kod 39. Bekim e shikoi me kureshtje dhe i bëri shenjë të ulej. Gruaja nxori një cigare, e ndezi dhe pastaj tha diçka që e bëri Bekimin të ngrinte kokën. Kod 40, tha ajo. Kod 41. Ajo ishte një aktore italiane që kishte punuar në Hollywood për 2 vjet. Kishte luajtur në disa filma të suksesshëm, kishte fituar para të mira, por kishte paguar një çmim që askush nuk e shihte. Quote underkrydzete 40, underkryud, quote, tha ajo. Quote underkrydzete 3, underkryud, quote. Ajo e shikoi Bekimin me një respekt që ai rrallë kishte parë. Quote underkrydzete 4, underkryud, quote, tha ajo. Quote underkrydzete 5, underkryud, quote. Ata folën për orë të tëra atë ditë, dhe për herë të parë në shumë kohë, Bekim nuk u ndi vetëm. Kishte dikë që e kuptonte. Por jo të gjithë e kuptonin. Në Jugosllavi, Disa kolegë të Bekimit filluan ta kritikonin, thoshin ata. Kjo nuk ishte e vërtetë, por xhelozia është një helm që përhapet shpejt. Bekim filloi të ftohej nga projekte. Regjizor që më parë lypin për të punuar me të, tani gjenin arsye për ta anashkalluar. Quote 14, thoshin ata. Por e vërteta ishte se ata kishin frikë. Frikë se Bekim do t'i bënte të ndiheshin të vegjël, të komprometuar, të shitur. Në vitin 1974, Bekim mori një ftesë të pazakont. Një producent francez donte ta takonte në Paris. Takimi ishte në një restorant të shtrenjtë pranë Champs-Élysées, një vend ku vetëm elita e industrisë së filmit hante. Bekim shkoi i veshur me një kostum të thjeshtë por elegant. Producenti, një burr i shëndosh me musta e të trasha dhe sy që lëviznin shpejt, e priti me një buzëqeshje të gjerë. Zoti Fehmiu, tha ai, jam një admirues i madh i punës suaj. Kam një projekt që mendoj se do t'ju interesoj. Ai nxori një dosie të trash dhe ja dha Bekimit. Ishte një skenar për një film historik, një epope për një hero ballkanik që kishte luftuar kundër perandorisë osmane.
Roli kryesor ishte perfekt për bekimin. Por kur bekim pjeti për detajet, producenti u bëi pazakont. Ka një gjë të vogël ta ai. Investitorët tanë janë Amerikan, dhe ata kanë disa kërkesa. Bekim e dinte se çfarë do të vinte më pas. Ata duan që heroi të jetë më pak shqiptar, tha producenti, më shumë universal. Bekim bili dosjen dhe e vendosi në tavolinë. Faleminderit për darkën, tha ai, por unë nuk jam i interesuar. Producenti u përpoq ta bind, por bekim, kjo është një mundësi e madhe, buxheti është 10 milion franga, ju do të paguani shumë mirë. Bekim u ngrit. Ka gjëra që nuk blihen me franga, tha ai, dhe identiteti im është një nga ato. Ai doli nga restoranti duke lënë producentin të habitur. Kjo nuk ishte hera e parë që Bekim refuzonte para për të mbrojtur integritetin e tij, dhe nuk do të ishte e fundit. Por çfarë po ndodhte në jetën private të Bekimit? Si po e përballonte ai këtë luftë të vazhdueshme? Branka, gruaja e tij, ishte shtylla e tij. Ajo ishte ajo që e mbante të fokusuar, që e kujtonte pse po luftonte. Por edhe Branka po lodhej. Ajo shihte se si burri i saj po konsumohej nga brenda, se si çdo refuzim, çdo betejë po e merrte një copë prej tij. Bekim, i tha ajo një natë, ndërsa ishin ullur në balkonin e apartamentit të tyre në Beograd, duke shikuar qytetin e ndriçuar poshtë. Sa kohë do të vazhdosh të luftosh? Sa kohë do të thuash jo? Bekim e shikoi me sy të lodhur. Derisa të mos kem më forcë, tha ai, sepse nëse ndaloj, nëse pranoj, atëherë gjithçka që kam bërë deri tani nuk do të ketë kuptim. Atëherë do të kem humbur. Në vitin 1977, Bekim mori një rol që do të provonte se ai ende kishte fuci. Ishte një film jugoslav i quajtur Hajduk, një histori për një rebel që luftonte kundër padrejtësisë. Roli ishte i vështirë, fizikisht dhe emocionalisht. Bekim duhej të kallonte javë të tëra në male, duke xhiruar skena të rrezikshme, duke kalluar në kushte të vështira. Por ai e bëri pa u ankuar. Dhe kur filmi u shfaq, ai ishte një sukses i madh. Kritikët thanë se ishte një nga performancat më të mira të Bekimit. Publiku e donte. Dhe për një moment, Bekim dihej se kishte fituar, se kishte provuar se mund të ishte i suksesshëm pa u shitur. Por fitoria ishte e shkurtër, sepse në kulisa diçka po ndodhte që Bekim nuk e dinte. Një grup producentësh dhe regjisorësh po organizoheshin. Ata po krijonin një listë të zezë, një listë të aktorëve që konsideroheshin të vështirë, dhe emri i Bekimit ishte në krye të asaj liste. Kjo listë nuk ishte zyrtare, nuk ishte shkruar në asnjë dokument zyrtar, por ekzistonte dhe kishte fuci. Sepse kur një producent shikonte atë listë dhe shihte emrin e Bekimit, ai e dinte se punuari me të do të thot probleme, do të thot debate, do të thot refuzime, dhe në një industri ku koha është para, askush nuk donte probleme. Kështu që ofertat filluan të paksohen, jo menjëherë, por gradualisht. Bekim filloi të vinte re se telefoni i tij nuk binte më shpesh, se agenti i tij nuk kishte më shumë projekte për të diskutuar, se ku shkonte në evente, njerëzit e përshëndesnin me respekt, por pastaj largoheshin shpejt. Ai po bëhej një paria, një njeri që njerëzit admironin, por që nuk donin të shoqëroheshin me të. Sepse shoqërimi me Bekimin do të thotë shoqërim me parimet, dhe parimet janë të kushtueshme. Por Bekim nuk u dorëzua, ai vazhdoi të punonte, duke zgjedhur me kujdes projektet që pranonin identitetin e tij, që respektonin vizionin e tij. Ai punoi në filma të vegjël, në produksione teatrale, në projekte që nuk paguanin shumë, por që kishin shpirt. Dhe në çdo rol ai jepte gjithçka, sepse për Bekimin, veprimi nuk ishte vetëm një punë, ishte një mënyrë të jetonte, ishte një mënyrë të tregonte botës se çfarë do të thotë të jesh njeri. Por a ishte kjo e mjaftueshme? A mund të jetonte Bekim me kënaqësi, duke ditur se kishte mbrojtur shpirtin e tij, por duke parë karrierën e tij të zbehej? Dhe çfarë do të ndodhte kur luftrat do të vinin, kur bota që ai e njihte do të shkatërrohej, kur çdo gjë që ai kishte ndërtuar do të rrezikohej të humbiste? Në vitin 1983, Bekim ishte në kulmin e një krize ekzistenciale. Ai ishte në moshën 40 vjeçare, një moshë ku shumica e aktorëve janë në kulmin e karrierës së tyre, por Bekim nuk ndihej në kulm. Ai ndihej i lodhur. I lodhur nga lufta e vazhdueshme, nga refuzimet e vazhdueshme, nga nevoja e vazhdueshme për të provuar se ai ishte më shumë se një produkt. Ai filloi të pyeste veten nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur, nëse refuzimi i Hollywoodit kishte qenë heroizëm apo budallallëk. Një mbrëmje ai ishte ullur në studion e tij, një dhomë të vogël në apartamentin e tij, ku mbante librat dhe shënimet e tij. Ai po shikonte një fotografi të vjetër, një fotografi nga xhirimet e Odises. Në fotografi, ai ishte i ri, i fortë, plot me energji dhe shpresë. Tani, duke parë pasqyrën, ai shihte një njeri të ndryshëm,
Një njeri me zhudha rreth syve, me flokë që fillonin të thinjen, me një lodhje që nuk largohej me gjumë. A ja vleu? Pyeti ai veten me zë të lartë. Dhe pastaj, si për t'u përgjigjur, ai kujtoi një skenë nga vite më parë. Ishte në vitin 1970 dhe Bekim po jepte një ligjërat në Akademinë e Arteve Dramatike në Beograd. Studentët e rinj, plot me ëndra dhe ambicie, e dëgjonin me vëmendje. Një student, një djalë i ri me sy të ndritshëm, ngriti dorën. Kuot 69, tha ai. Kuot 70. Doma u bë e heshtur. Të gjithë prisnin përgjigjen e Bekimit. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje të trishtuar por të sinqert. Kuot 71, tha ai. Kuot 72. Studentët duar trokitën, dhe në atë moment Bekim e kuptoi se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Por jeta nuk është kur e thjesht. Edhe kur bën zgjedhjen e duhur ka pasoja. Dhe pasojat për Bekimin po bëheshin gjithnjë më të rënda. Në fillim të viteve 80, Jugoslavia po ndryshonte. Ekonomia po përkeqësoi, tensionet etnike po rriten, dhe Bekim, si një figurë publike shqiptare në një vend ku shqiptarët po bëheshin gjithnjë më të marginalizuar, po ndihej gjithnjë më i pasigurt. Ai filloi të merrte letra kërcënuese, letra pa nënshkrim, të shkruara me shkronja, të prera nga gazeta, që i thoshin se duhej të largohej, se nuk ishte i mirëpritur, se njerëzit si ai ishin problemi. Bekim nuk i tregoi këto letra askujt, as Branks. Ai fshihte në një sirtar duke shpresuar se do të ndallonin, por ato nuk ndallonin. Ato vinin gjithnjë më shpesh, gjithnjë më kërcënuese. Një natë dikush hodhi një gur në dritaren e apartamentit të tij. Xhami u thye dhe guri ra në dhomën e ndenjes duke lënë një shënim të lidhur me një spango. Shënimi thoshte: Branka ishte e tmerruar. Kuote 74, i tha ajo. Kuote 75. Por Bekim ishte kokfort. Kuote 76, tha ai. Kuote 77. Por në thellësi ai e dinte se Branka kishte të drejtë. E dinte se diçka e keqe po vinte dhe e dinte se nuk kishte shumë kohë. Në vitin 1985, Bekim mori një vendim që do ta ndiqte për pjesën tjetër të jetës së tij. Ai vendosi të flash publikisht për diskriminimin që po përjetonte. Ai dha një intervistë për një gazetë jugoslave, ku foli hapur për letrat kërcënuese, për incidentin me gurin, për ndjenjen e pasigurisë që po ndjente. Kote 78, tha ai. Kote 79. Intervista shkaktoi një stuhi. Disa njerëz e mbështetën, ata thanë se Bekim kishte guxim për të folur, por shumë të tjerë sulmuan. Ata e akuzuan se po luante, kote 88, se po përpiqej të fitonte simpati. Disa madje thanë se ai po gënjente se nuk kishte pasur asnjë kërcënim. Bekim ishte i shkatëruar. Ai kishte menduar se duke folur do të ndihmonte, por në vend të kësaj kishte bërë gjërat më keq. Dhe pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Një ditë Bekim mori një telefonat nga një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër ishte i ulët, i matur. Tha zëri. Bekim pyeti kush ishte, por linja u shkëput. Ai mbeti duke mbajtur telefonin, duke ndjerë një ftohtësi që i kaloi nëpër kurriz. Kush ishte ai njeri? Çfarë dinte ai? Dhe çfarë do të thotë _quote_ 83_ në një vend që po shpërbëhej? A ishte Bekim në rrezik real? A ishte kjo thjesht një përpjekje për ta friksuar? Dhe çfarë do të bënte ai tani, kur çdo hap që merrte dukej se e çonte më thellë në errësirë? Në një zyrë të vogël në qendër të Beogradit, e fshehur në katin e tretë të një ndërtese të vjetër socialiste, një burr me kostum gri po shqyrtonte një dosie të trash. Dosia mbante emrin _quote_ 84_ dhe ishte e mbushur me dokumente, fotografi, shënime të shkruara me dorë. Ky burr nuk ishte producent filmi, nuk ishte gazetar. Ai ishte diçka shumë më e rrezikshme, një funksionar i shërbimit sekret, një njeri që puna e tij ishte të mbante nën kontroll ata që konsideroheshin _quote_ 85_. Në një nga shënimet, të shkruara me shkronja të vogla të kujdesshme, lexoi: Kjo dosie nuk ishte e vetmja, kishte qindra të tilla, për artist, shkrimtar, intelektual që guxonin të flisnin. Por dosja e Bekimit ishte e veçantë, sepse Bekim nuk ishte thjesht një zë i pakënaqur. Ai ishte një simbol i krenarisë shqiptare, i integritetit, i refuzimit për t'u përkullur. Dhe simbolet janë të rrezikshme. Simbolet frymëzojnë njerëzit, dhe njerëzit e frymëzuar janë të paparashikueshëm. Kush e kishte hapur këtë dosie? Kush kishte vendosur se Bekim Fehmiu duhej të monitorojë?
Dhe çfarë masash po planifikoheshin në heshtje në ato zyra padritare, ku fati i njerëzve vendosje me një firmë në një letër. Bekim nuk e dinte asgjë për ato dosje, por ai e ndjente se diçka po ndryshonte. Ai e ndjente në mënyrën se si njerëzit e shikonin në rrugë, me një përzierje respekti dhe frike. E ndjente në mënyrën se si miqtë e tij të vjetër po bëheshin më të largët, më të kujdesshëm me fjalët e tyre. E ndjente në heshtjen e çuditshme që binte kur ai hynte në një dhomë. Ishte sikur ai po bëhej një fantazm, një prezencë që njerëzit e njihnin, po që përpiqeshin të mos e shihnin. Në vitin 1987, Bekim mori një ftesë për të luajtur në një shfaqje teatrale në Prishtinë, kryeqyteti i Kosovës. Kosova ishte zemra e komunitetit shqiptar në Jugosllavi, dhe Bekim e dinte se kjo do të ishte një shfaqje e rëndësishme. Roli ishte për një dramë të re, të shkruar nga një dramaturg i ri kosovar, që trajtonte historinë e një familjeje shqiptare gjatë viteve të vështira të shtypjes. Ishte një tekst i fuqishëm, plot me metafora dhe mesazhe të fshehura që publiku shqiptar do t'i kuptonte menjëherë. Provat filluan në një teatr të vogël me mure të qarë dhe ulse të vjetra që kërcëllinin kur u leje. Por atmosfera ishte elektrike. Aktorët e rinj që punonin me Bekimin e shikonin me një admirim që kufizohej me adhurimin. Për ta, ai nuk ishte thjesht një aktor i famshëm, ai ishte një hero, një njeri që kishte qëndruar në këmbë kur të tjerët ishin përkullur. Gjatë një pushimi, një nga aktorët e rinj, një djalë me sy të zjarrt dhe duar që dridheshin nga emocionimi, ju afroa Bekimit. 88, tha ai. 89, Bekim e shikoi djalin dhe pa veten e tij të ri në ato sy. 90, tha ai. 91. Por jo të gjithë ishin të lumtur me praninë e Bekimit në Prishtinë. Autoritetet lokale që ishin nën kontroll të fortë të Beogradit po shqetësoheshin. Ata e shihnin shfaqjen si një provokacion, si një mënyrë për të nxitur ndjenjat nacionaliste, dhe Bekimin e shihnin si katalizatorin. Një mbrëmje, pak ditë para premierës, regjisori i shfaqjes mori një telefonat. Zëri në anën tjetër ishte i ftohtë, zyrtar. Quote 92, tha zëri. Quote 93. Regjisori pyeti, çfarë lloj ndryshimesh? Quote 94, tha zëri. Regjisori e mbili telefonin duke ndirë një peshë në stomak. Ai e dinte se çfarë do të thotë kjo. Do të thotë censur, do të thotë frikë, do të thotë dorëzim. Ai tregoi Bekimit për telefonatën. Bekim dëgjoi në heshtje, fytyra e tij e palvishme. Pastaj tha. Quote 96. Regjisori hezitoi. Quote 97, tha ai. Quote 98. Bekim u ngrit dhe vuri dorën në supë të regjisorit. Quote 99, tha ai. Quote 100. Regjisori e shikoi Bekimin dhe në atë moment mori vendimin. Quote 101, tha ai. Quote 102. Premiera e shfaqjes ishte në një mbrëmje të ftohtë marsi. Teatri ishte plot për plot me njerëz që qëndronin në këmbë në korridore sepse nuk kishte më vende. Atmosfera ishte e tensionuar, e ngarkuar me një energji që dukej se mund të shpërthente në çdo moment. Kur Bekim doli në skenë, publiku shpërtheu në duartrokitje. Nuk ishin duartrokitje të zakonshme, ishin duartrokitje që zgjatën për minuta të tëra. Duartrokitje që ishin më shumë se admirim, ishin një deklarat që thoshte. Shfaqja ishte jashtëzakonshme. Bekim luajti me një intensitet që i la të gjithë pa frymë. Çdo fjalë që thoshte dukej se mbante peshën e shekujve. Çdo lëvizje dukej se ishte ngarkuar me kuptim. Dhe kur shfaqja mbaroi, publiku u ngrit në këmbë. Ata qanin, ata duartrokisnin, ata bërtisnin emrin e tij. Ishte një moment triumfi. Por ishte edhe një moment rreziku, sepse në radhët e fundit të teatrit, të ulur në errësirë, ishin dy burra me kostume të errta që nuk duartrokisnin. Ata po merrnin shënime. Pas shfaqjes, Bekim u rrethua nga njerëz që donin ta preknin, ta përqafonin, t'i thoshin se çfarë kishte kuptuar për ta. Një grua e vjetër, me një shami të bardhë në kokë dhe duar të rrudura nga puna, ja kapi dorën dhe i puti. Djali im, tha ajo me lot në sy, ti na dhe shpresë, ti na tregove se nuk jemi vetëm. Bekim nuk mund të fliste. Ai thjesht e mbajti dorën e gruas dhe ndjeu peshën e përgjegjësisë që mbante. Ai nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte një zë, dhe zërat kanë fuci, por fuqia ka një çmim. Atë natë kur Bekim u kthye në hotelin e tij, ai gjeti një zarf të bardhë të shtyrë në nderën e domës së tij. Brenda kishte një letër, e shkruar me shkronja të shtypur pa nënshkrim. Zoti Femiu, leconte letra, ju po luani me zjarr. Ka njerëz që nuk janë të kënaqur me atë që po bëni. Njerëz që kanë mënyra për të heshtur zëra që nuk u pëlqejnë. Kjo është paralajmërimi i fundit. Ndalloni ose do të përballeni me pasojat.
Bekim e lexoi letrën 2 herë, pastaj e dogji në lavaman, por fjalët mbeten të gdhendura në mendje. Ai e dinte se kjo nuk ishte një kërcënim bosh. Ai e dinte se kishte kaluar një vijë. Ve tani nuk kishte kthim mbrapa. A duhej Bekim të ndalonte? A duhej të heshte, të tërhiqej, të shpëtonte veten? Apo duhej të vazhdonte, duke ditur se çdo hap përpara mund të ishte hapi i fundit? Në muajt që pasuan, jeta e Bekimit u bë një ekuilibër i brisht midis artit dhe mbijetesës. Ai vazhdoi të punonte, por çdo projekt tani mbante një peshë të re. Çdo rol, çdo shfaqje, çdo intervistë ishte një akt sfidues, dhe Bekim e dinte se po vëzhgohej. Ai e ndjente në mënyrën se si makina të panjohura parkonin jashtë apartamentit të tij. E ndjente në mënyrën se si telefoni i tij kishte një klik të çuditshme kur fliste. E ndjente në mënyrën se si njerëz që nuk i njihte dukeshin gjithmonë të ishin në të njëjtat vende ku shkonte ai. Branka ishte e tmerruar. Bekim, kjo po bëhet e çmendur, i tha ajo një natë ndërsa ishin ullur në dhomën e tyre të errët me perde të mbyllura. Ata po të ndjekin, çfarë do të ndodhë nëse vendosin të bëjnë diçka? Bekim e mori dorën e saj. Nëse ndodh diçka, tha ai, atëherë të paktën do të kem jetuar sipas parimeve të mia. Do të kem qenë i lirë. Por Branka nuk qetësoi. Çfarë liria ka nëse je i vdekur? Pyeti ajo. Bekim nuk ishte përgjigje. Në vitin 1988, situata në Jugosllavi po përkeqësohej me shpejtësi. Kosova ishte në gjendje gati lufte. Protestat po shpërthënin çdo ditë, policia po përdorte forcë brutale, dhe Bekim, si një figurë e njohur shqiptare, po bëhej gjithnjë më i izoluar. Miqtë e tij serb, njerëz me të cilët kishte punuar për dekada, tani po largoheshin. Jo sepse nuk e donin, por sepse kishin frikë. Frikë se shoqërimi me të do t'i bënte edhe ata të dyshimt. Një ditë, Bekim mori një ftesë të pazakontë. Një producent i vjetër, një njeri që e njihte që nga vitet 6 vjet, donte ta takonte. Ata u takuan në një park larg syve të kurioz. Producenti duke i moshuar, i lodhur. Kuote 130, tha ai. Kuote 140, Bekim e dëgjoi. Kuote 115, tha producenti. Bekim e shikoi mikun e tij të vjetër, pyeti ai. Producenti hezitoi, pastaj tha. Bekim e falenderoi për këshillën, por nuk premtoi asgjë. Ai e dinte se producenti kishte të drejtë, por ai gjithashtu e dinte se nëse largohej, do të ishte si të pranonte humbjen, do të ishte si të thoshte se ata kishin fituar. Por çmimi i qëndrimit po bëhej gjithnjë më i lartë. Në vitin 1989, Bekim humbi një kontratë të madhe për një film evropian. Arsyeja zyrtare ishte UQUOTE 111. Por e vërteta që ai e mësoi më vonë nga një burim i brendshëm ishte se producentët kishin marrë presion. Presion nga UQUOTE 20, që u thanë se punuari me Bekim Fehmiu do të shkaktonte UQUOTE 121. Kjo ishte mënyra e re e censurës, jo e hapur, por e fshehtë, jo me ligje, por me frikë. Bekim filloi të ndjente se po i mbyllej rrethimi. Çdo derë që më parë kishte qenë e hapur, tani po mbyllej. Çdo mundësi që më parë kishte ekzistuar, tani po zhdukte. Dhe ai e dinte se kjo nuk ishte aksidentale, kjo ishte e orkestruar. Dikush, diku, kishte vendosur se Bekim Fehmiu duhej të heshte, dhe mënyra më e mirë për ta heshtuar nuk ishte ta arrestonin, ishte ta bënin të parëndësishëm, ta zhduknin nga jeta publike, ta bënin të harrohet. Por Bekim nuk do të harrohej kaq lehtë. Në vitin 1990, ai mori një vendim që do ta ndiqte për pjesën tjetër të jetës së tij. Ai vendosi të shkruante një libër, jo një autobiografi, por një koleksion reflektimesh mbi artin, identitetin dhe çmimin e integritetit. Ai shkruante çdo natë, pas orësh të gjata në teatr, duke derdhur në faqe gjithçka që kishte mësuar, gjithçka që kishte vuajtur, gjithçka që besonte. Libri nuk u botua kurrë gjatë jetës së tij. Botuesi që ai kontaktoi ishin të friksuar. Kuote 22, thonin ata. Kuote 23. Por Bekim e dinte se e vërteta ishte se ata kishin frikë. Frikë se botimi i librit të tij do t'i bënte edhe ata shënjestra. Kështu që dorëshkrimi mbeti në një sirtar, duke pritur një kohë kur bota do të ishte gati ta dëgjonte. Por koha po mbaronte. Luftërat e Jugosllavisë po fillonin, dhe Bekim, i rrethuar nga kaos, po përballej me pyetjen më të vështirë të jetës së tij. Si mund të vazhdonte të jetonte me dinjitet në një botë që po humbte çdo gjurmë dinjiteti? Si mund të mbante shpresën gjallë kur gjithçka rreth tij po shkatërrohej? Dhe çfarë trashëgimie do të linte pas kur gjithçka që kishte ndërtuar dukej se po shembet? Në një apartament të vogël në periferi të Beogradit,
Në një mbrëmje dimri të vitit 1995, Bekim Fehmiu ishte ullur përpara një tavoline të vjetër druri, duke shikuar një fotografi që mbante në duar me kujdes të veçantë. Fotografia ishte e zverdhur nga koha, buzët e saj të përkullura, por imazhi ishte ende i qartë. Ai vetë, i ri, plot jetë, duke qeshur me babain e tij jashtë një shtëpie të thjeshtë në Sarajev. Pas tij në tavolinë ndove një revole e vogël e mbështjell në një copë pëllhure të bardhë. Askush nuk e dinte se ai e mbante atë armë, as Branka, as fëmijët. Ishte sekreti i tij i fundit, një siguri e fundit në një botë që kishte humbur çdo siguri tjetër. Por çfarë kishte cuar Bekim Fehmiu, aktorin që kishte refuzuar $3 milion për të mbrojtur shpirtin e tij në këtë pikë? Çfarë kishte ndodhur në ato vite të fundit që e kishin thyer një njeri që dukej i pathyeshëm? Dhe çfarë vendimi të fundit të tmerrshëm po merrte ai në atë dhomë të errët, ndërsa bota jashtë vazhdonte të shkatërrohej? Luftrat e Jugosllavisë nuk ishin thjesht një shkatërrim fizik, ishin një shkatërrim i shpirtit. Çdo ditë Bekim shihte në televizion pamje që e bënin të ndihej sikur po jetonte në një ëndër të keqe nga e cila nuk mund të zgjohej. Qytete që ai i njihte, ku kishte luajtur, ku kishte qeshur me miq, tani ishin grumbuj gërmadhash. Njerëz që ai kishte njohur, koleg, miq, fëqinj, tani ishin ose të vdekur, ose të zhvendosur, ose të zhdëruar në diçka të panjohur nga urrejtja. Dhe ai, Bekim Fehmiu, shqiptari që kishte dashur Jugosllavinë si shtëpinë e tij, tani ndihej si një i huaj në vendin ku kishte jetuar gjithë jetën. Branka po përpiqej ta mbante familjen së bashku, por edhe ajo po tyhej. Fëmijët e tyre ishin të rritur tani, por edhe ata po vuanin. Djali i tyre kishte marrë kërcënime në punë sepse mbiemri i tij ishte Fehmiu. Vajza e tyre kishte humbur punën si mësuese, sepse dikush kishte raportuar se babai i saj ishte nacionalist shqiptar. Këto akuza ishin absurde, por në një botë ku çmenduria kishte bërë normë, absurditeti ishte bërë ligj. Bekim përpiqej të punonte, por puna kishte bërë pothuajse e pamundur. Teatri ku kishte luajtur për dekada kishte mbyllur, filmat nuk xhiroheshin më. Dhe kur kishte oferta të rralla, ato vinin me kushte që ai nuk mund t'i pranonte. I than një herë, Bekim refuzoi. Kuote 127, tha ai. Kuote 128. Oferta u tërhoq menjëherë. Një mbrëmje ndërsa Bekim po ecte në rrugët e Beogradit, duke përpiqur të gjente pak qetësi në kaos, ai u ndall përpara një dyqani librash. Në vitrinë ishte një libër i ri, një biografie e një aktori të famshëm serb që kishte vdekur kohët e fundit. Bekim hyri brenda dhe e bleu librin, jo sepse e njihte aktorin mirë, por sepse donte të shihte se si bota po kujtonte njerëzit që kishin jetuar dhe kishin vdekur në këtë vend. Kur e lexoi librin atë natë, ai u godit në një realizim i dhimbshëm. Biografia nuk përmende asnjë bashkëpunim me aktor shqiptar, asnjë referencë për diversitetin kulturor që kishte qenë njëherë krenaria e Jugosllavisë. Ishte sikur historia po rishkruhej, sikur njerëz si Bekim po fshiheshin nga kujtesa kolektive. Ai kuptoi atëherë se lufta nuk ishte vetëm për tokë ose pushtet, ishte një luftë për kujtesë, një luftë për të kontrolluar se kush do të kujtohej dhe si do të kujtohej. Dhe në atë luftë Bekim po humbiste, jo sepse nuk ishte luftuar, por sepse armiqtë e tij nuk ishin në fushë betejë, ishin në zyra, në redaksi gazetash, në studio televizive, duke vendosur se çfarë do të tregojë dhe çfarë do të heshte. Në vitin 1997, Bekim mori një ftesë që e befasoi. Një festival filmi në Gjermani donte ta nderonte për kontributin e tij në kinematografinë europiane. Ishte një njohje e vonuar, por e mirëpritur. Bekim vendosi të shkonte, duke shpresuar se ndoshta jashtë Jugosllavisë, larg politikës dhe urrëties, ai mund të gjente pak paqe. Festivali ishte i organizuar bukur, me projekcione të filmave të tij të vjetër, me diskutime panel, me njerëz që flisnin me admirim për punën e tij. Por gjatë një interviste, një gazetar gjerman i bëri një pyetje që e goditi si një grusht në stomak. Bekim mbeti në heshtje për një moment, pastaj tha: "Por kur u kthye në dhomën e tij të hotelit atë natë, ai qau. Qau për Jugosllavinë që kishte humbur, qau për miqt që kishte humbur, qau për veten që kishte humbur, diku në mes të gjithë kësaj." Kur u kthye në Beograd, Bekim gjeti një letër që e priste në postë. Ishte nga një avokat, duke i njoftuar se apartamenti i tij po konfiskohej. Arsyeja ishte teknike, ligjore, e mbështjellë në gjuhë burokratike që ishte e vështirë për të kuptuar. Por mesazhi ishte i qartë. Edhe shtëpia e tij, vendi i fundit ku ndihej i sigurt, po i merrte. Branka ishte e shkatëruar. Ku do të shkojmë? Pyeti ajo. Bekim nuk ishte përgjigje.
Ai ndihej sikur po fundosej në një det të errët, dhe çdo herë që përpiqej të notonte, një dorë e padukshme e tërhiqte më poshtë. A kishte ende shpresë për Bekim Fehmiu? A mund të gjente ai forcë për të vazhduar kur gjithçka rreth tij po shkatërrohej? Apo ishte kjo fundi i një rruge që kishte filluar me kaq shumë premtim dhe që tani po mbaronte në errësirë? Në vitet e fundit të jetës së tij, Bekim Fehmiu u bë një figurë gati fantazm në Beograd. Ai dilte rrallë nga shtëpia, kur dilte, ecte me kokë ullur duke shmangur sytë e njerëzve. Jo sepse kishte turp, por sepse nuk kishte më energji për të shpjeguar, për të luftuar, për të mbrojtur. Ai kishte dhënë gjithçka që kishte dhe tani nuk kishte më asgjë për të dhënë. Branka përpiqej ta mbante të lidhur me jetën. Ajo i gatonte ushqimet e tij të preferuara, edhe kur ushqimi ishte i rrallë dhe i shtrenjtë. Ajo i leconte letra nga admirues që ende e kujtonin, që ende e donin. Por Bekim dëgjonte me një shprehje të largët, sikur ato fjalë vinin nga një botë tjetër, një botë që ai nuk e njihte më. Një ditë, në fillim të vitit 2000, Bekim mori një telefonat nga një gazetar i ri shqiptar nga Prishtina. Gazetari donte të bënte një intervistë, të tregonte historinë e Bekimit për një gjenerat të re që nuk e njihte. Bekim hezitoi, por pastaj pranoi. Ndoshta mendoi ai, kjo ishte një mundësi e fundit për të lënë diçka pas, për të treguar se jeta e tij kishte pasur kuptim. Intervista u bë në apartamentin e tij, në atë dhomë të vogël ku ai kishte kaluar kaq shumë net duke shkruar, duke menduar, duke luftuar me demonët e tij. Gazetari ishte i ri, plot energji dhe idealizëm. Ai i bëri Bekimit pyetje për karrierën e tij, për refuzimin e famshëm të Hollywoodit, për çfarë do t'i këshillonte aktorëve të rinj. Bekim u përgjigj me durim, me një zë që ishte bërë i dobët, por që ende mbante një dinjitet të qetë. Në fund të intervistës, gazetari i bëri një pyetje të fundit. Zoti Fehmiu, nëse do të mund të ktheheshit në kohë, do të bëni të njëjtën zgjedhje, do të refuzonit përsëri ato $3 milion? Bekim e shikoi gazetarin për një kohë të gjatë, pastaj tha: Po, do të bëja të njëjtën zgjedhje, sepse paratë vijnë dhe shkojnë, po shpirti yt, identiteti yt, ai është i përjetshëm, dhe nëse e shet atë, nuk je më asgjë, je bosh, dhe unë preferoj të jemi varfër por i plot, sesa i pasur por bosh. Gazetari e falenderoi dhe u largua. Bekim mbeti ullur në dhomën e tij duke shikuar dritaren. Jashtë, qielli ishte gri, i rënd me re që premtonin shi. Ai ndihej i lodhur, më i lodhur se sa kishte ndjerë ndonjëherë, por ai gjithashtu ndihej diçka tjetër, ndihej paqe. Një paqe të çuditshme, të trishtuar, por reale. Ai kishte thënë të vërtetën, kishte jetuar sipas parimeve të tij, dhe tani, çfarëdo që do të ndodhte, ai e dinte se kishte bërë atë që duhej. Por paqja nuk zgjati gjatë. Në muajt që pasuan, shëndeti i Bekimit filloi të përkeqësohej. Ai kishte probleme me zemrën, me presionin e gjakut, me gjumë. Mjekët i rekomanduan pushim, por si mund të pushonte kur bota rreth tij ishte në kaos? Si mund të pushonte kur çdo ditë silte lajme të reja të tmeshme, kur çdo ditë e kujtonte se bota që ai kishte njohur kishte vdekur? Një mbrëmje, Branka e gjeti Bekimin duke qarë në dhomën e tij. Ai mbante në duar atë fotografinë e vjetër, fotografinë me babain e tij. "Çfarë është Bekim?" pyeti ajo, duke ullur pranë tij. Bekim e shikoi me së të kuq. Unë dështova, tha ai. Dështova ta mbaj premtimin. Branka ishte e hutuar. Çfarë premtimi? Bekim tundi kokën. Premtimin që i dash babait tim, që do t'jetoja me ënder, që do të bëja krenar familjen tonë. Po shiko ku jemi, shiko çfarë kemi bërë. Kemi humbur gjithçka. Branka e mori dorën e tij. Bekim, tha ajo me një zë të butë por të fortë. Ti nuk ke dështuar. Ti ke jetuar me më shumë ënder se kushdo që njoh. Ti ke refuzuar të shitesh kur të gjithë të tjerët u shitën. Ti ke qëndruar në këmbë kur të tjerët u përkullën. Dhe kjo është fitoria jot. Jo parat, jo fama, por fakti që ti mbete ti. Bekim e shikoi gruan e tij, gruan që kishte qenë pranë tij për kaq shumë vite, që kishte ndarë çdo gëzim dhe çdo dhimbje. Dhe për një moment, ai pa shpresë në sytë e saj. Një shpresë të vogël, të brisht, por reale. Po shpresa nuk ishte mjaftueshme për ta shpëtuar. Në vitin 2001, në një mëngjes të ftohtë shkurti, Bekim Fehmiu mori vendimin e fundit të jetës së tij. Ai shkroi një letër të shkurtër por të fuqishme, drejtuar familjes së tij dhe botës. Në atë letër ai shpjegoi se nuk mund të vazhdonte më, se pesha e jetës, pesha e humbjeve, pesha e shkatërimit të gjithçkaje që ai kishte dashur, ishte bërë shumë e rëndë. Unë nuk jam një njeri i dobët, shkruante ai, por edhe njeriu më i fortë ka një kufi, dhe unë kam arritur kufirin tim. Ai e la letrën në tavolinë, pranë asaj fotografie të vjetër me babain e tij.
Pastaj, në heshtjen e asaj dome të vogël, Bekim Fehmiu mori revolën që kishte mbajtur të fshehur për kaq kohë. Dhe në atë moment, jeta e një njeriu që kishte refuzuar të shiste shpirtin e tij, që kishte luftuar për dinjitet në një botë pa dinjitet, që kishte qenë simbol i krenarisë dhe integritetit, arriti në fund. Kur Branka e gjeti, ajo nuk bërtiti. Ajo thjesht ul pranë tij, e mori dorën e tij të ftohtë dhe çau në heshtje. Ajo e dinte se Bekim kishte vuajtur, e dinte se ai kishte dhënë gjithçka, ve tani, më në fund, ai kishte gjetur paqen që kishte kërkuar për kaq kohë. Lajmi i vdekjes së Bekim Fehmiu përhapet shpejt. Në Shqipëri, në Kosovë, në diasporën shqiptare në të gjithë botën, njerëzit qanë. Ata qanë jo vetëm për humbjen e një aktori të madh, por për humbjen e një simboli i asaj që do të thotë të jetosh me nder, të refuzosh të komprometosh, të qëndrosh në këmbë edhe kur bota po rrëzohet rreth teje. Në Beograd, reagimi ishte më kompleks. Disa e kujtuan me respekt duke folur për talentin e tij, për kontributin e tij në kulturën jugoslave. Të tjerë heshtnin, të pafshirë nga faji, duke ditur se kishin qenë pjesë e sistemi që e kishte shtyrë në atë pikë. Dhe disa, ata që kishin qenë armiqtë e tij, që kishin punuar për ta heshtuar, për ta fshirë nga historia, tani përpiqeshin ta riskruanin narrativën, duke pretenduar se ata gjithmonë e kishin respektuar. Por e vërteta nuk mund të fshihej. Dosjet që ishin mbajtur për Bekim Fehmiu, raportet që ishin shkruar për të, vendimet që ishin marrë për ta izoluar, të gjitha këto dollën në dritë me kalimin e viteve, dhe bota kuptoi se Bekim nuk ishte qenë paranojak. Ai kishte qenë i saktë. Ai kishte qenë vërtet në survejim, vërtet i shenjastruar, vërtet i luftuar nga një sistem që e shihte si kërcënim. Ve çfarë u bë me ata që e kishin tradhtuar? Funksionari që kishte mbajtur dosjen e tij, që kishte shkruar raportet, që kishte rekomanduar masa. Ai jetoi një jetë të qetë, duke u pensionuar me një pension të mirë, duke mos u përballur kurrë me pasojat e veprimeve të tij. Producentët që kishin refuzuar të punonin me të për shkak të presionit politik, disa prej tyre bën karriera të suksesshme, duke harruar ose duke pretenduar se kishin harruar rolin e tyre në izolimin e Bekimit. Por ka një drejtësi që nuk vjen nga gjykatat, vjen nga historia. Dhe historia ka qenë e qartë. Bekim Fehmiu ishte heroj. Ata që luftuan, që përpiqen ta thyenin, ishin mizorët. Dhe ndërsa emrat e tyre janë harruar ose janë kujtuar me turp, emri i Bekimit jeton. Jeton në zemrat e njerëzve që e admirojnë. Jeton në shembullin që ai la. Jeton në idenë se ka gjëra që janë më të rëndësishme se parat, se fama, se pushteti. Sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së tij, Bekim Fehmiu është një legjendë. Filmat e tij shihen ende, historitë për të treguar ende. Dhe ajo skenë e famshme kur ai grisi çekun për $3 milion, është bërë një simbol. Një simbol i asaj që do të thotë të jesh i lirë, një simbol i asaj që do të thotë të mos shitesh. Por ka një pyetje që mbetet. A ja vleu? A ja vleu të luftosh kaq shumë, të vuash kaq shumë, të humbasesh kaq shumë për një parinë? Bekim Fehmiu do të thoshte po, sepse ai besonte se jeta pa parime nuk është jetë, është thjesht ekzistencë. Dhe ai nuk donte të thjesht ekzistonte, ai donte të jetonte. Të jetonte me dinjitet, me krenari, me ender. Dhe në fund, edhe pse jeta e tij përfundoi në tragjedi, trashëgjimia e tij është triumf. Triumfi i shpirtit mbi materialitetin, triumfi i integritetit mbi kompromisin, triumfi i njeriut mbi sistemin që përpiqet ta thyejë. Miq të dashur, si e shihni ju historinë e Bekim Fehmiu? A ishte ai një hero që sakrifikoi gjithçka për nderin e tij, apo ishte një njeri kokfort që refuzoi të përshtatet me realitetin? A mendoni se vendimi i tij për të refuzuar Hollywoodin ishte i drejtë, apo ishte një mundësi e humbur që mund ta kishte bërë jetën e tij më të lehtë? Dhe çfarë mësimi mund të marrim ne nga jeta e tij në një botë ku presioni për të komprometuar është më i fortë se kurrë? Shkruani mendimet tuaja në komente. Ne duam të dëgjojmë zërin tuaj. A e kujtoni Bekim Fehmiu në qytetin tuaj? A ka histori që prindrit ose gjyshërit tuaj ju kanë treguar për të? Ndani ato me ne. Dhe nëse kjo histori ju preku, nëse ju bëri të mendoni, nëse ju kujtoi se ka vlera që janë më të rëndësishme se ari, atëherë lini një pëlqim dhe abonohuni në kanalin ton, sepse ne do të vazhdojmë të tregojmë histori si kjo, histori të njerëzve që zgjodhen nderin mbi gjithçka tjetër, histori që na kujtojnë se çfarë do të thotë të jesh vërtet njeri.